Do të flasim për një temë historike dhe kam një të ftuar special, që është specialist për këto çështje. Para se të fillojmë bisedën dhe t'ju prezantoj temën, dëshiroj t'ju kujtoj që të bëni subscribe në kanalin ton. Gjithashtu falenderojmë të gjithë sponsorat cilët dalin vazhdimisht këtu me shirit edhe me logo. I falenderojmë se pa ta do të ishte i vështirë transmetimi i këtij emisioni. Gjithmonë jemi në një emision ku nuk luhet me titujt dhe brendia bosh, por jemi serioz dhe punojmë për një afat të gjatë dhe të shtrirë dhe nuk jemi komercial të gënjejmë me tituj edhe brendia bosh, si bëjnë shumë nga këto banaqet që janë për Shqipëri, që kanë filluar të gëlojnë pafund. Pa u zgjatur, po prezantoj temën. Është 85 vjetori i sulmit ushtarak të Italisë fashiste, e cila kishte pushtuar Shqipërinë më 7 prill, me 20 të 39-s dhe me 28 tetor, pas një viti e gjysmë gati të 40-s, u sulmua Greqia. Dhe grekët festojnë atë që quhet festa Eos ose Oqit, që i thonë grekët, ku qeveria greke dhe mbreti grek dhe kryeministri grek i thanë kërkesës për kapitullim nga ana e Italisë fashiste të Greqisë, i thanë jo. Dhe populli grek rezistoi, luftoi dhe fitoi, sigurisht dhe kryesisht edhe me ndihmën e flotës ajrore britanike.